Shkrimtari i madh shqiptar Ismail Kadare shprehet për herë të parë për ngjarjet e 21 janarit, duke deklaruar se nervozizmi politik i ka përcjell kufijt. Me 21 janar hyri në politik vdekja. Në një shkrim të tij për gazetën shqiptaro-amerikane Iliria të New Yorkut, Ismail Kadare thekson se ky vit nisi në mënyrën më të keqe për shqiptarët, ndërsa duke i referuar vrasjes së 3 personave në demonstratën e 21 janarit, shtron si pyetje të pashmangshme: a na duhet ndërhyrja e vdekjes? Ismail Kadare shkruan se krimi numër 1 njerëzor është ai i vrasjes së njeriut prej njeriut. Me 21 janar, gjatë një demonstrate për fat të keq të dhunshme, u vranë me armë 3 njerëz të parmatosur, pra të pafajshëm. Qytetar të Shtetit Demokratik Shqiptar e njëkohësisht 3 qytetar të ardhshëm të Bashkimit Evropian. Kjo e fundit nuk theksohet as për të mitizuar e as për të sublimuar këtë bashkim, por për të kujtuar të gjithëve se ne, pa hyrë ende në këtë shtëpi të përbashkët, kemi cënuar programin e saj. Atë program që me sinqeritet dhe përkushtim e kemi shpallur si programin ton. Një pyetje pashmangshme del në këtë rast: na duhet ndërhyrja e vdekjes? Që ne të jemi serioz? Dramaturgut i duhet vdekja për të thurur dramën e tij, tiranit për të ridëshmuar forcën, sidomos kur ajo po e lë, por Shtetit Demokratik përse i duhet? Për t'i kujtuar publikut devizën famkeqe të Kaligulës, let më urrejnë, veç të më kenë frikën, shkruan Kadare. Shkrimtari i madh e cilëson shkeljen e pavarësisë së institucioneve të pavarura si një katastrofë, ndërsa respektimi i kësaj pavarësie përcakton të ardhmen e vendit. Formula bazë e jetës demokratike, nderimi për institucionet dhe pavarësinë e tyre, rreth të kthehet në një shprehje të zbrazët nga ato që hyjnë në njërin vesh për të dalë nga tjetri. Rrjedhimisht, ngjarje të rënda si kriza institucionale bëjnë jo më shumë përshtypje se një breshër i përkohshëm. Shqipëria duhet të përgatitet për t'i thënë ndalë një përçudënimi të tillë. Duhet pranuar se kjo s'është as e thjeshtë dhe as e lehtë. Kërkon vullnet padyshim, po në radhë të parë kërkon bindjen e thellë që demokracia shqiptare, ajo në të vërtetë është e pandarë sot nga Shqipëria, duhet marrë seriozisht. Historia e demokracisë është ndër të tjera historia e krijimit të këtyre mekanizmave. Kultura politike, kultura në përgjithësi, idetë humaniste, filozofia, arti, ligjet, kushtetutat, gjithë dokët e qytetërimit bëjnë pjesë në të. E mbi të gjitha institucionet e pavarura. Janë ato që ndodhen në vit të parë për kontrollin dhe frenimin e kësaj makine aq të nevojshme e njëherë të bezdisshme me emrin shtet. Për mendsinë shqiptare, institucionet e pavarura, për arsyet që dihen, ende nuk e kanë as peshën dhe as hijen e shtetit. Nuk ka hymne për to e as rituale mbreslënse, megjithatë janë pikërisht ato, më saktë nderimi për to që përcakton të ardhmen ton, ndaj nuk është e tepruar të thuhet se shkelja e pavarësisë së tyre duhet të përjetohet si një katastrofë. Situata aktuale në Shqipëri për shkrimtarin e madh është një nga më të rëndat, ndërsa vlerëson se ngjarjet e 21 janarit ishin një paralajmërim se po shkohet drejt një krize të pashembullt që si shprehet shkrimtari i madh ka gjas të shënoj fundin e rrugtimit tonë në histori. Është hera e parë në historinë e saj që Shqipëria gjendet në një skajim të tillë të ndërlikuar. Ngjarjet e kohëve të fundit në Mesdhe treguan se shtetet me një zhguall të pranueshëm që ju lejon të kryejnë ca detyrime ndërkombëtare të gjykuara pozitive nuk mund të vazhdojnë me atë rol nëse brenda tyre punët nuk ecin. Pa bërë krahasime me to, mund të thuhet se një kundërthënie e tillë sa vete bëhet e bezdisshme tek ne. Shqipëria nuk mund të vazhdojë të ketë dy pamje, një për brenda, tjetrën për jashtë. E aq më pak dy thelbe, njërin të pranueshëm për Europën e Bashkuar e tjetrin jo. Ato s'mund të bashkëjetojnë gjatë. Një ditë, njëra do të bjerë, e ne do të gjendemi në një krizë të pashembullt, më të rëndë se kjo. Ngjarjet e janarit të këtij viti ishin një paralajmërim. Ne jemi në një aleancë europiane. Kjo aleancë është shansi i vetëm i një populli tepër të vetmuar, një ngecje të pragu i Evropës, ose më keq, një përplasje portash në fytyrë, ka gjas të shënonte fundin e rrugëtimit tonë në histori. Përfundon shkrimin e tij shkrimtari i madh shqiptar Ismail Kadare për gazetën shqiptaro-amerikane Iliria të New Yorkut.